Gjithë që Alon nuk goni se kemi ne gjithë zgjut me pa ndeshjen, për ishte fantastike, bre. Do magjia e Lionel Messis është diçka e jashtëzakonshme. Edhe definitivisht jemi të lumtur, edhe duhet me qenë të lumtur që jena të jetuar në kohën e tij. Dy gjëra do të më thonë shumë të rëndësishme për Mesin dhe për Argentinën. Do me thonë, gjëja e parë është që moti se kom pa fizikisht ma mirë. Mesin, apo Argentinën? Mesin. Argentina e ka punën e vetë, Messi e ka punën e vetë. Trenerja ka ndru pozicionin, nuk lunë Messi që ka lujtë. Ma herët? Ma herët. E ka fut si sulmues dytë në fazën e mbrojtjes, e ka fut si lojtar të lirë në fazën e sulmit kur e ka topin. Por fizikisht e kom pa një Messi që 4-5 vjetë asë në Paris Saint-Germain nuk ka qenë fizikisht ma mirë. Si duket Messi o pregadit qëtësi për këtë kampionat, edhe disa lëvizje që i ka bon fush, edhe disa ekzekutime në momente vendimtare, e kom pas që është top i pregaditën fizikisht. Do me thonë i ka marrë masa. Pse do kjo trener kur ne e kemi cilësu transferimin e tij në Amerikë, që ndoshta ligë më e dobët se sa La Liga Spanjolla. Mund me kon ligë më e dobët, mund me kon transferim. Ç'mund të përgatit futbollisti më mirë në ligë më top? Tash e shpjegoj. Do thonë ai mund transferu për shkak mjete financiare, promovimit futbollit në Amerikë. Që atje i ka thy këtë rekordet Messi me transferimin e tij. Por pregaditja për këtë kampionat, si duket i ka marrë masat se këta kanë trenera personal. Individual po. Individual, kanë trenerat të fitnessit, trenerat të pregaditjes fizike, kanë nutricionist. Do me thonë, Messi e ka një ekip mrapa. Normal,